Në kushtet e një fluksi të shtuar lëvizjesh në pikat kufitare, drejtuesit e policisë së shtetit kanë qenë sot në terren. Drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Dimitraj Ziu, dhe drejtori i Departamentit për Kufirin dhe Migracionin, Sajmir Muçaj, inspektuan nga afër pikën e kalimit kufitar të Kakavijës. Ky plan masash konsiston në shtimin e sporteleve në pikat e kalimit kufitar dhe të punonjësve të policisë dhe konkretisht në ato pika ku pritet ardhja e bashkëdhetarëve tanë që jetojnë jashtë shtetit me qëllim kalimin e festave me familjarët dhe të afërmit e tyre. Nga Departamenti i Policisë Kufitare janë marrë masa shtesë duke vendosur atashuar pranë detyrimeve vendore personel nga Departamenti për Kufirin dhe Migracionin me qëllim monitorimin dhe mbështetjen e veprimtarisë të tyre gjatë këtyre ditëve. Nga ana e shërbimeve të kufirit dhe migracionit janë intensifikuar shkëmbimi informacionit me vendet fqinje, me partnerët e policisë kufitare, sidomos të pikës greke të kufirit, për lehtësimin e kalimit kufitar të shtetasve si në ardhje, ashtu dhe në dalje të vendit tonë. Janë shfrytzuar gjithë kanalet e komunikimit, qoftë ato ndërkufitare, rajonale me pikën me palën greke, po ashtu edhe në nivele më të larta, në nivel departamenti, dhe është shfrytëzuar çdo lloj mundësie dhe kapaciteti për të arritur që të ulim radhët, se ne i ndjejmë radhët si të jenë brenda nesh, janë qytetarët tanë të cilët rrinë në radhë në palën greke. Kështu do vazhdojmë përpjekjet maksimale. Gjatë inspektimit, drejtori i Departamentit për Rendin dhe Sigurinë Publike, Dimitraj Ziu, vuri theksin te masat e marra për menaxhimin e fluksit të lëvizjeve dhe garantimin e rendit e sigurisë në të gjithë territorin e vendit. Policia e shtetit ka hartuar një plan masash me detyrat posaçme, kur në të njëjtën kohë ka hyrë një gatishmëri të përforcuar, që do të kemi marrë masa shtesë krahas shërbime të teritorit në ditë zakonshme, po dhe sot kemi shërbime shtesë, pra kemi më shumë shërbime, burime njerëzore, kemi edhe më shumë detyra për zbatuar për të përgjigjur dhe për ballimin e situatës. Policia rrugore me masa të plota dhe masa shtesë në të gjitha akset rrugore, urbane dhe interurbane, me shërbimet patrullës të policisë rrugore të lëvizshme dhe me mjetet e teknologjisë dhe mjetet e inteligjencë. Fokusi i këtyre shërbimeve do të jetë parandalimi i aksidenteve rrugore me pasoja në goditjen e shkeljeve të parashikuara në kodin rrugor si shpejtësitë tej normat të shpejtësisë të palejuara, ndaj përdoruesve të pijet alkolike, ndaj manovra të gabuara, përdorimit celularit dhe të tjerë. Ndaj dhe unë duhet të bëjmë e dije qytetarët që të jenë korrekt në zbatimin dhe në normat e sjelljes sipas kodit rrugor. Drejtuesit e policisë së shtetit garantuan se strukturat kufitare janë në gatishmëri të plotë për të përballuar fluksin e lëvizjeve, duke synuar lehtësimin e kalimit dhe garantimin e rendit e sigurisë për qytetarët.